Abdulkader Arnauti me prejardhje është nga Kosova, nga Vrella i Sogut më saktësisht. Këto edhe ka lindur në vitin 1928. Për shkak të rrethanave, babai i tij Sokoli kishte emigruar në Damask. Abdulkadri ishte vetëm 3 vjeçar kur migruan. Emrin e vërtet e ka Kadri dhe kështu e ka ruajtur në dokumente identifikimi deri në vdekje, ndërsa në vepra është prezantuar me emrin Abdulkader. Jeta në Damask nuk ishte as pak e lehtë për ta. Shto kësaj edhe faktin se Abdulkadrit nëna do t'i vdiste dhe do të rinte fare të vogël. Por babai i tij Sokoli, rahmet paqin të tre, ishte i përkushtuar për të birin, prandaj do t'a fuste në shkollat lokale ku ai do t'a mbaronte shkollimin fillor. Gjendja e rëndë ekonomike dhe nevoja për të punuar do t'a detyronte hoxhën tonë që ta ndalte shkollimin dhe të merrej me riparimin dhe ndrejqjen e orëve. Megjithatë, dashuria për dijen nuk do t'i shuaj kurrë në zemrën e tij. Kështu që ai punonte gjatë ditës, ndërsa natën në mbrëmje mësonte Kur'anin dhe fekun. Për fatin e tij të mirë, edhe pronari i dyqanit ku punonte kishte një përgatitje fetare, ishte hoxh. Prandaj, duke parë këtë përkushtimin e madh të Abdulkadrit, i kishte thënë: "Biri im, ti sikur je krijuar vetëm për dituri." Prandaj e kishte quar tek hoxha Abdulrazak Halebiu që të ndiqte mësimet tek ai. Hoxha jon, siç rrëfen për veten e tij, ishte shumë i zgjuar. Kishte një memorie të fortë dhe e shfrytëzonte kohën maksimalisht. Ndërmjet orëve të mësimit, respektivisht gjatë pushimeve, mësonte përmendsh nga 5 hadithe. Hoxha ka mësuar edhe nga dietar tjerë, disa prej të cilëve ishin shqiptar, si për shembull Sulejman Gavoçi, babai i hoxhëve Ebi Gavoçit. Pastaj ka mësuar Kur'anin tek hoxha Subhi Atar, tek hoxha Muhammed Saleh Farfuri, ka mësuar gjuhën arabe, fekun, tefsirin dhe disa shkenca tjera. Hoxha gëzonte për kushtimin e babait të tij Sokolit, i cili qysh në veçli ja kishte mësuar gjuhën shqipe dhe e kishte edukuar që kur të mos e harronte atë. Prandaj vazhdimisht hoxha brenda shtëpisë së tij dhe me anëtarët e familjes e flisnin gjuhën shqipe dhe e kishte vizituar edhe vendlindjen disa herë.